Teksa punimet në lagjen 3 dhe 6 po ecin me ritme të shpejta, ku po bëhet edhe sistemimi i pallateve me veshje të reja kapot, ka nisur punimet për rikualifikimin urban të lagjes 2 të qytetit. Gazmend Lala, mbikëqyrësi i punimeve, tha se shumë shpejt në lagjen 3 dhe 6 do të fillojë asfaltimi i rrugëve të brendshme, ndërsa në lagjen 2 fillimisht po punohet për pastrimin e territorit. Punimet në lagjen 3 dhe 6 janë drejt përfundimit. Kemi filluar të rregullojmë trotuaret dhe mbas trotuareve dhe pjesa e shtresave dhe asfalti, besoj shumë shpejt do të shtrohet asfalti atje. Kurse tek lagja 2, si fillimisht kemi filluar pastrimin e territorit dhe do të bëhet ndërhyja në urat e zeza të gjithë lagjes. Do vazhdoj puna në vim sipas grafikut që kemi. Patjetër do të ketë parkinge, hapësira të gjelbta, sidomos lagja 2 do të ketë shumë parkinge dhe do dalë model lagja 2. Të gjithë gardhishtat kemi filluar duke i hequr vetë, për momentin s'kemi pas probleme me banorët. Ky projekt synon të sistemojë tërësisht këto 3 lagje me infrastrukturë nëntoksore, trotuare, ndriçim, asfaltim lulishte dhe mbjedhje me pemë dekorative.